Ne jemi duke kërku që seanca konstituive për themelimin, respektivisht votimin e kryetarit dhe të nënkryetarëve të ndodhë sonte për shkak se kështu thuhet në vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk ka afate tjera. Ky është afati kushtetues. Për shumë sakt dhe qartë e thonën që 30 ditë pas certifikimit të rezultateve, Kuvendi i Kosovës duhet të konstituohet. Fatkeqësisht në vendimin e gjykatës kushtetuese nuk ka shpjegim çka nëse, mirë po për një logjik normale të shëndosh, dihet që kur thot fjala duhet, ajo duhet konstituohet. Çfarëdo zvarritje tjetër është në rand të parë, goditje e rëndë ndaj rendit kushtetues, e dyta mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese dhe e treta dëmtim i thellë i demokracisë parlamentare në këtë vend. Unë e kam diskutuar me shefin e grupit parlamentar PDK-s dhe mendoj që ne nuk duhet të mos tentojmë sonte ta zgjedhim, për shkak se kjo është mënyra e vetme. Ne kemi kërkesën e cila bazohet në 166 të paragrafit të 3 të kushtetutës, po ashtu edhe në 107 paragrafi 2 të rregullores të vendit, dhe këtu nuk ka asnjë problem. Problemi thelbësor qëndron që ka një qëllim thjesht që të hymë në një paqartësi gjajase juridike që është e pastërt si loti, në mënyrë që të zvarritet konstituimi i kuvendit dhe të shkojmë në ciklin të cilin ne e kemi pa më herët, pra në epizodet që i kemi pa më herët. Si aleancë, mirë po dhe si deputet që jemi të betu, me kemi obligim me shtërë gjitha mundësit tona, për shkak se ky obligim buron nga rezultati zgjedhor. Ne ne nuk guxojmë që të lejojmë që të thuhet se nuk kemi pas kohë. Sot 2 muaj është ditur kush ka fituar zgjedhjet. Dhe rezultati i cilës parti ka qenë cili. Sot nesër 1 muaj, pra me 8 korrekt janë certifikuar rezultatet. Dhe në këtë aspekt është totalisht problematike që kjo temë të trajtohet ndryshe. Nuk guxon të trajtohet ndryshe për shkak se mënyra e vetme është mënyra legjitime kushtetuese e cila është në anën tonë. Nuk guxojmë të hyjmë në paqartësi juridike për shkak se dëmtohet vendi. Zoti Tahiri, një çështje pra se me të vërtetë është pak situatë pa qartë. I kam 2-3 pyetje sqaruese në këtë drejtim. Fillimisht, nënshkrimet i keni mbledhur ende apo jeni në pritje të mbledhjes në nënshkrimeve? Jemi duke i mbledhur në shkrimin. E qartë, seanca është thirrur për nesër, vazhdimi i seancës prej, le të themi, kryesuesit të seancës. Ku e shihni qëllimin, zoti Tahiri? Pra sepse janë 2 interpretime, interpretimi ligjor juridik, që cilin po e bëni edhe jo, dhe po ligjor juridik po e bëni edhe pushteti, pra në anën tjetër, dhe janë kontradiktore. Pra ku është qëllimi në këtë situatë sipas jush? Qëllimi i vetëm është që të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës në afatin kushtetues që është përcaktuar në vendimin e gjykatës kushtetuese që thot Kuvendi duhet të konstituohet 30 ditë pas certifikimit të rezultateve. Në momentin kur hym në një cikël tjetër, me njëherë pas orës 24, Kosova është në realitet tjetër, është në një interpretim që quhet ambiguitet, pra 2 kuptimsi. Ne